keni ardhur në kanalin tim. Ky është outfiti im i nisemi drejt dhe të shkojmë në Arachova. Do vemi sipër në Parnisos, që është Bora. Dhe për në Arachova nuk është hera parë që po vemi, sepse unë kam vajtur edhe para 2 vitesh. Kur shkuam para 2 vitesh, më pëlqeu shumë fare vendi atje, si qyteti, ashtu edhe mali me Borë. Dhe tham pse jo të shkojmë edhe si vjet, meqense kemi kohë, kemi ditë dhe është edhe një destinacion i afërt nga Athina për të vajtur në Arachova. Është diku tek 2 orë me makinë taku, apo 2 orë gjysmë. 2 orë. Dhe nuk është se është shumë larg, kështu që vendosëm të shkonim edhe sot. Merin edhe sapin e lam në shtëpi dhe tham të vemi çifte sot. Që rrugës tani që po ikim nuk është se ka shumë diell, është gri koha. Në fakt jemi zgjuar edhe pak herët, u bëm edhe pak gati shpejt tek shtëpia dhe kemi dal pak herët, por ndoshta më vonë pase del edhe dielli, por që nuk e kemi shumë problem këtë pjesën, pasi në një vend malor do vemi me Borë, kështu që edhe po nuk ka diell, nuk është problem, rëndësi ka që t'jetë kohë e mirë, të mos ketë erë edhe shi, gjërat janë super okej. Sa po bëm ndalesën e parë, shkoj taku pak të na marrin ndonjë gjë për të ngrënë rrugës. I thashtë më merrte kafe, sepse dhe kafe nuk kemi pirë, por më tha që kafe është pak vështirë dhe problem të marrë, sepse ka dalë një ligj këtu që nuk lejohet kafeja në makinë, që ta pi shoferi. Qa na more re? Jana dhume, gjërat mira. Shiko, po mirë, mua nuk më pyet e më do në gjë të hash. Më the, veç patatina do vesh të marrësh. Edhe tani na doli që pas ke marrë dhe tost për veten. Na? Doli para syve. Të doli para syve, po, të gjithmonë ashtu të dalim për syve. Ai, me vesh të zjerë. Ha? Njana do? Rruga pak. Jo, nuk më pëlqen. Por ju tregoj se çfarë mori. Ka marrë këtu croissant nga këto minit me çokoladë. E ka marrë gjithashtu një amit. Pas ka marrë Bejkroz, preferuarat e mia. Ka marrë 2 Bejkroz nga këto me picë. Pasi se unë edhe Brian i vdesim për këtë Bejkrozin që është me picë, jo nga ato të tjerat. Dhe e fundit ka marrë një Monster. Këto ishin të gjitha gjërat që mori taku. Bravo taku. Çao. Këto për croissant? Për mua. Për croissant për ty. Edhe tosti për ty. Po ajo pia Monster. Amita për ty. Amita është për mua, po për Brian. Daj, Kro, aty.
Bëj shakare. Do bëj problem. Të gjitha njerëz, këto gjërat që mori këtu kanë kushtuar 15 euro. Do ishim sasur, por nuk na rrit pa ngre. Tak, se duan ndonjë snack që të kalosh rrugën. Kalohet më mirë kur ke ndonjë snack. Çfarë? Filloi dhe shiu re. Edhe kjo na duhesh tani. Na filloi shiu njerëz. Siç u thash te videoa, do të ketë grikoa, vetëm shi dhe erë të mos ketë jam. Ndodhi ajo që unë nuk doja, na filloi dhe shiu. Kemi akoma të vemi dhe një orë në Arahova që të arrim. Shpresoj që të mos bjeri shi andej. Dhe me qënë se hapëm edhe me krozët, do ndaj një histori shumë të bukur me juve. Historia ka të bëj me ta të bukur këtu mbrapa. Ta them apo jo? Dhe okej, do e ndaj me juve me qënë se dhe këta më thanë thuaje. Mbaj mend para 2 vitesh kur do venim në Arahova, ndodhi që unë të kisha Merin me vete dhe Rini të kisha ardhur tek xhaxhi i tij në Athinë dhe rrite poshtë dhe rinim lart tek shtëpia e Kunatit, sepse Kunati e kishte edhe në ato kohë shtëpinë dhe Rini rrite poshtë tek shtëpia e xhaxhive. Ditën që do ikni për në Arahova, ishte Rini në rrugë dhe i tham, hajde do vish me neve, do vish dhe ti. Ishim ne të dy, Meri, Brani edhe Zequa, Kunati im, dhe Rini tërë buzëqeshi që donte të vinte, sepse që në atë kohë ngacmoj me Merin, me shikime dhe këshu, për që ndjej në sikletë dhe tha, jo, ikni se nuk vi unë, dhe kur ndodhi që të ishit të dy bashkë pastaj, tha, moj, po si e humba unë atë udhëtimin në Arahova, tha. Si e humba, tha, ta di e tha që do përfundoja bashkë me Meri, tha, do këshartë, tha, pse tash jo, tha, pse humba atë rastin. Dhe më pas, kur u kthyem në Arahova, sepse ju e dini që Rini dhe Taku janë kushërinj, por asnjëherë nuk ju kam treguar historinë e Merit edhe Rinit, si Meri dhe Rini u bën bashkë. Dhe kur u kthyem në Arahova, Rini do qëndronte dhe disa ditë të tjera tek xhaxhi dhe unë dhe Taku do qëndronim dhe disa ditë të tjera këtu në Athinë, nuk do iknim në Santorini. Dhe më pas kur u kthyem në Arahova, siç po ju thoja, nuk shkuam me asnjë vend tjetër jashtë Athinës, qëndruam në Athinë dhe shkonim veç në bowling dhe për kafe mbaj mend Meri, nuk venim me asnjë vend tjetër. Dhe kur shkonim në bowling edhe për kafe, nuk venim vetëm veç ne të tre, por merrnim edhe Rinin me vete. Dhe aq shumë shpesh sa herë që e merrim Rinin, këta të dy aq më shumë pëlqeshin me njëri tjetrin, edhe mbaj mend që në atë kohë kur venim u bën shok në Snapchat apo në Instagram. Tek të dyja. U bën shok tek të dyja në Instagram edhe në Snapchat. Dhe këta të dy fillonin edhe flisnin me njëri tjetrin edhe kështu, edhe ashtu dhe ne të tjerë s'dinim që fare. Vetë se kur ikën Rini tek ishulli ku qëndronte ti Rini kur je? Në Andros, në një ishull, dhe Meri më pas në ato kohë iku në Shqipëri, pasi vinte veç për 3 muaj Meri me 3 mujor me pasaportën. Dhe kur më merr Meri më pas ishte muaj janar, më duket se ishte apo? Po, më duket se muaj janar ka qenë dhe ikën Meri në Shqipëri. Dhe më pas më merr në telefon dhe më thot, duket na muaj i shkurtit ose ndoshta na fundi i shkurtit, diku atje. Na merr në telefon dhe më thot që kështu jam punët, unë dhe Rini kështu. Dhe si fillim kur ma ka thënë, ashtu. Dhe si fillim kur ma ka thënë lajmin, jam habitur, sepse okej, e pash që pëlqeshin ta të dy në Athinë, ma kishte vajtur mendja që të venin gjërat deri aty. Dhe më pas kur ma thot, normale u nuk të rova, mu bë shumë qefi, pasi Rinin e njëja vete dhe dija se çfarë çuni ishte. Dhe sa herë që neve venim në Vlorë, vitet e tjera, Rinin merrnim edhe në Vlorë që dilnim, edhe sepse ai na thoshte se ku të venim, dinte më shumë vende. Dhe kështu që shoqëroheshim me Rinin dhe pak më shumë e njëja si person dhe familjen e tij e njëja shumë mirë. Dhe në një anë më erdhi mirë, më bëti qefi dhe i thash që si
pastaj, okej, shumë mirë keni bërë, më vjen mirë, nga ne të dy nuk keni asnjë lloj problemi, vazhdoni, njihuni dhe na erdhi shumë mirë dhe më pas u njohën edhe pak më tepër në rrjetet sociale, më pas e bën serioze lidhjen, e mori vesh babi im, babi i Rinit kur e ka marrë vesh u çmend fare, pasi e njihte Merin. Pasi e njifte Merin gjatë Po ashtu po na dha ku e mon telefon. Vjen keq ashtu po. Ashtu bën, ne themi realitet. Natasha ciao, nuk e di unë. E njifte Merin teta Natasha dhe xhaxhi Fitimi, e njifnin Merin, edhe e dinin që Meri ishte një vajzë mirë dhe kështu dhe që do jetonte shumë rinushin. E mirë shumë, ishte urinën po heq nashi. Dhe u bushën syt me lot kur e morën vesh, edhe babi im edhe me mamin e njifnin Rinin. Pasi e njifnin edhe na dasma që kisha ardhur Rini njërë krushk të neve kur kemi bërë dasmën e të dy, por edhe kur vini në Vlorë më duket se kam vajtur njërë tek lokali i Rinit në Vlorë, që kishte një kafene Rini në Vlorë në ato kohë, dhe më duket kam shkuar njëherë me vjerin tim dhe kam pirë një kafe tek lokali jota, kështu ka ndodhur. Dhe kështu këta të dy, por prit të tregoj më të bukurën nga kjo histori. Vitin kur jemi martuar ne të dy që bëm dasmën, vin Rini krushk tek neve, që më morën mua në të dielën në mëngjes. Dhe në momentin që do niseshi për të ikur nga suku, nga fshati jon, për të vajtur në Vlorë, ish Rini në makinë dhe që tunte shamin, siç e bëjnë krushtit që kur vinë dhe kur ikin. Në atë momente ndodhi që edhe Meri të kishte shami dhe po e tunte dhe ajo njëkohësisht. Dhe në momenti që do ikte Rini ishte në makinë, Meri në atë moment i merr shamin e tij dhe i hedh shamin e saj. Kështu ndodhi Meri, Me mos jam treme me një kamerë. Një incident me kamerën njerëz, sepse kamerën e kam vendosur këtu sipër makinës dhe të rri më mirë dhe të dukemi të gjithë, por e bëri një kthes të çmendur ky burri im dhe një incident të vogël. Prit sa ta rregullojmë. Jemi dhe në malore tani, nuk rri kjo. Okej, se mirë, është mirë. E siç po ju thoja, ta vazhdoj pak atje. Ore, do kemi punë me këtë kamerë sot. Apo ta mbaj më mirë në dorë? Jo, se dukemi më mirë këtu. Po e mbaj kështu kamerën, nuk kam mënyrë tjetër, pasi taku po ikëm pak shpejt, po është edhe rruga pak e keqe këtu si malore, edhe nuk qëndron. Dhe prit t'ju përfundoj edhe historinë dhe më pas do bë muzikë tek makina sepse i çmenda dhe pediat këtu. Ne kishim lënë tek shamia dhe mbaj mend që Meri i hodhi shamin e saj dhe Rini më pas i mori shamin e Rinit nga dora, nuk ja hodhi Rini, Meri ja mori. Dhe ta imagjinosh që shkëndia mes këtyre të dyve ka ndodhur që kur bëm neve dasmën. Dhe më pas ndodhi dhe donte Zoti që këta të takoheshin para 2 vitesh këtu në Athinë, që u njohën, u bën bashk dhe ja ku jemi të 4 bashk, që shoqërohemi, që dalim. Kështu njerëz, kjo ishte edhe e gjithë historia e Merit edhe Rinit. Tani le të vazhdojmë të ham snakët, të vazhdojmë rrugën, të vëmë ndonjë muzikë këtu në sfond dhe nisemi. Hajde por makinën. Po. Hajde që çe barkuar aty, apo e kam vetë. Hey njerëz, po bie bor! Yes! Bravo Brian, po bie bor! Kishe kështu të janë? E ku duhet marrësh mua? Brus ta bëni. Të vekim Brian. Hajde Brian, se do ikim! Dhe Briani që na çmendi sa baborën do vetëm këtu. Hajde do ikim lart mami te teleferiku. Jo mamit. Shikoni pak motrën time sa të bukur që e kam, o zot, si yll, si dritë. Shikoni kënatin, e la regango, jasere, popo. Shikoni pak se qa pak e kam u këtë mbrapa.
Dhe sa po kemi arritur këtu tek mali lart dhe tani çunat kanë vajtur sepse po presin biletat për të shkuar me teleferik sipër lart fare. Por në fillim, para se të nisemi me teleferik, le t'ju tregoj pak outfitin e ditës. Outfiti i ditës është këtu, kam veshur këtë badin që e kam marrë tek Shein. Gjithashtu këto këpucët e borës që janë perl, yll fare, shumë të bukura. Si për hodha këtë lushin që është i sabit, e kam marrë tek Zara, dorashkat, syzet. Gjithashtu kam marrë edhe syzet e borës, t'i kem me vete, por lem t'ju tregoj pak këtë perlën këtu, këtë gjën më të bukur, këtë doja them pak historinë për kur të jemi në makinë, dhe gjithashtu këto janë dhe syzet e borës. Mora dhe çantën sepse kam futur disa gjëra që më duhen dhe jemi super gati, le të nisemi për aventura. Ja dhe fëmit që sa erdhën filluan po lozën me njëri tjetrin, po zihen. Opa Brian! Opa Rini! €5. I have YouTube. YouTuber. And I take you one video. I put in my channel. Okay, we will dance. Yeah. 1, 2, 3, go! Pate, pate, oh, pate, pate, aha, aha, pate, aha, pate, pate. Hello, welcome to subscribe, like, share. Thank you. Because I'm from Romania. I see. Okay, good luck. Thank you so much. So Thank nice you. you are here. You what? You are here. Ah, thank you. I don't have problem. And yeah, thank you. Me, so I don't have. So we will watch you on YouTube. What? We will watch your videos. In restaurant for drink. But it's in English or what? No, it's Albanian language. Ah, I speak it from Albania. I will be the one to follow you. Yours, We will subscribe. Nice meeting I have to you. know your name. Elsa Aziza. But you're using an English word or Elsa Aziza? Wow! Shikoni sa të mirë që janë. Janë shumë njerëz të mirë. Janë nga Filipina dhe do më bëjnë subscribe në YouTube. Yeah. And what is your name? Mary. Oh, Yes. Hey! U bëra tjetër njeri, si që shihni, ky është outfiti im i dytë këtu në Arachova, duke qenë se vajtëm lart tek Bora, doja të kisha një tjetër outfit,
Dhe jam menduar mbrëm natën, thash, po pse nuk marr edhe një outfit tjetër në një qese dhe shkojmë diku afër, marrim një kafe, shkojmë ndrohemi dhe kështu që të kemi 2 outfite të ndryshme për këtu tek fshati. Dhe outfiti tjetër është ky këtu. Kemi vizituar disa vende shumë të bukura, tani kemi ardhur këtu sipër fare, ku duken siç e shihni, këto çapic kaq të bukura, ato kodrat atje. Deri tani jemi super okay, po kalojmë super bukur dhe po mendojmë që ta vizitojmë edhe pak fshatin, duke qenë se ne e kemi vizituar para 2 vjetëve, por tham që ta vizitojmë përsëri edhe këtë vit. Dhe atë do bëjmë tani, do shkojmë poshtë dhe do vizitojmë disa vende të tjera. Do heq make-upin dhe do shkoj direkt të shtërijem, sepse jam super e lodhur, por që ishte një ditë fantastike, një ditë shumë e bukur. Arachova nuk më shgënjehu edhe për herë të dytë që vajtëm, çdo gjë ishte po prap e bukur, ashtu siç e pam për herë të parë kur shkuam. Nëse jetoni këtu afër në Athinë, por edhe afër Arachovës, ju sugjeroja shumë si destinacion të vini, sepse ja vlen, ja vlen, sidomos nëse jeni njerëz si puna jonë që vdisni për vende alpine, ja stërvlen sepse është vërtet shumë bukur. Tek çmimet, t'ju them të drejtën, është pak vend i shtrenjtë. Imagjinoni veç biletat e teleferikut që paguam e këta takun, sepse unë nuk vajta siç e pat, vajti veç rini edhe taku. Edhe e pyeta takun se sa kushtuan, ishin diku tek 20 euro më duket personi. Dhe jo vetëm biletat e teleferikut, por në përgjithësi është pak vend i shtrenjtë Arachova, sepse kur kemi vajtur para 2 vjetëve, ne kemi mbyllur Airbnb, edhe atë po prapë paguam të shtrenjtë, mbaj mend që ishte një shtëpi e thjeshtë, nuk është se ishte super luks, por që e mbyllëm diku tek 200 euro nata. Dhe të thuash, okay, është pak shtrenjtë 200 euro nata, dhe sidomos nëse është një shtëpi e thjeshtë. Edhe restorantet gjithashtu ishin pak të shtrenjta, janë të shtrenjta, por ushqimet ja stërvlejnë, janë 10 në 10, janë super të shijshme, çdo gjë që provon atje është tepër e shijshme. Për sa i përket fshatit, diçka që më pëlqen shumë atje tek Arachova janë ato dritat që i lëndezur, o zot sa bukur që duken, dhe më përcjellin një vibe tamam të një vendi alpin. Dhe kur shkuam atje, që kisha edhe atë kapuçin e borës, atë me qime, doja shumë që të kisha një të tillë, dhe kur mora robet tek Shein, doja të porosisja një të tillë, por thash me veten time, ndoshta nuk më vin e mirë, sepse atje e dim që vin në masa të mëdha.
dhe thash më mirë lëre kur të vete në Athinë do marr diku tek Zara ose tek ndonjë vend tjetër ku mundem që ta gjej. Dhe kur shkuam në Athinë, që vajtëm më blem rrobat, nuk gjeta fare në asnjë vend dhe e doja me patjetër një të tillë, sepse e dija që do venim në vende alpine dhe nuk e gjeta. Dhe kur shkuam në Arachova, pash një dyqan që ishte i mbushur plot me pellusha edhe me ato lloje kapuçësh, ishte me dorashka, me shumë lloshmëri gjërash për vende të ftohta. Edhe i thash takut, të lutem, mbaj pak makinën të shkoj të pyes vetëm 5 minuta dhe do kthehem, nuk do vonohem sepse ishim edhe pak me vonesë. Dhe atje ku ishim ne dhe ku ishte dyqani nuk ishte vend fare për të parkuar makinën, por shqyr gjeti taku një vend të lirë, e parkoj makinën, shkova tek dyqani dhe sa u futa brenda, provova disa lloje të ndryshme dhe më pëlqeu ajo që bleva, më rrinte më mirë nga ato të tjerat dhe i thash atij xhaxhit shumë e bukur, por sa do ta marr dhe më tha do e marrësh 35 euro, por problemi ishte që kisha me vete veç 20 euro, nuk mora më tepër, siç i mora ato 20 euro nga makina dhe shkova direkt te dyqani dhe ndërkohë makinën e kisha të parkuar pak larg nga dyqani. Edhe mendova po të veja prapte makina, do i thoja takut këtë gjë, të thoshte taku ai se do ikim sepse vajti vonë. Te thash me veten time do i them një herë të ma uli, po ma uli, okej, nëse nuk do ma ulte çmimin, prap do ikja, dhe thosha faleminderit edhe do ikja. Dhe i thash sa mundesh që të ma lësh, sa mundem që ta marr. Pastaj ma uli diku tek 30 euro, i tash e di se është puna, unë është kështu muhabeti, kam veç 20 euro me vete dhe makinën e kam të parkuar pak larg dhe nuk kam lek të tjera me vete. Edhe pastaj në fillim më tha, më vjen keq, është një material i mirë, i plot edhe nuk mundem që të ta lë nga 35 euro në 20 euro, mundem që të ulja një 5 euro ose një 10 euro, por jo që të ul dhe të ta çoj diku tek 20 euro. Dhe u mërzita pak sepse doja, por pastaj thash, okej, faleminderit, e lash edhe ika, dhe sa vajta tek dera për të ikur, më ndaloi ai xhaxhit, më tha prit, u ktheva dhe më tha, okej, mere, ta kam falur, mere 20 euro, më bësh shumë qefi, edhe më tha gjithashtu kur të kthehenin nga mali, nëse ke dëshirë, hajde prap të te dyqani të shikosh ndonjë pellush, sepse edhe nëse do marrësh ndonjë pellush, do ta bëj edhe atë me ulje, do t'i marrësh me ofertë. Por nuk na doli koha, sepse kur u kthyem, vajtëm në restorant, vizituam pak fshatin dhe nuk na doli koha që të shkoja. Do që atje te dyqani ishin të gjitha gjërat fantastike, por nuk pata mundësi që të hidhja ndonjë sy që të bleja ndonjë gjë tjetër. Këto ishin të gjitha për sa i përket Arachovës. Tani unë do laj direkt fytyrën, ta pastroj dhe të shkojmë të shtrihemi sepse po ftes për gjumë. Do vë dhe pak një hidratus dhe do përdor këtë të CeraVe's. Më erdhi edhe gjithashtu njoftimi në telefon që kemi mbushur një vit në YouTube dhe për këtë gjën doja t'ju falenderoja pafund të gjithëve juve që më keni mbështetur gjatë gjithë këtij vitit dhe jam shumë krenare me veten time. Është një ndër rrugtimet më të bukura dhe jam tepër mirënjohëse ndaj jush. Dhe doja t'ju kërkoja falje në qoftë se ndonjëherë nuk jam tepër aktive, por që ju premtoj që gjëra të bukura na presin dhe video akoma më të bukura do përpiqem që t'ju përcjell. Jemi gati të pastër, të larë dhe para se ta mbyllim edhe këtë video, në qoftë se ju ka pëlqyer kjo video, ju mos harroni të më bëni një like, një koment, por mbi të gjitha një subscribe. Dhe ne do të shihemi si gjithnjë në videon e radhës, po e mbyll këtu. Bye!